Sot do të flasim për diçka vërtet unike, një mrekulli shqiptare që shpesh kalon pa u vënë re. Imagjinoni një vend ku xhamia qëndron krah kishës, ku dasmat festohen pa pyetur për fen dhe ku harmonia fetare është më natyrshme se frymarrja. Po flas për Shqipërinë tonë. Ndërsa bota është përçar nga konflikte fetare, ne shqiptarët kemi diçka të veçantë. Nuk është thjesht fjala e famshme, feja e shqiptarit, është shqiptaria. Është diçka më e thellë, një urtësi e trashëguar ndër breza. Mendoni pak, përgjatë shekujve, të rrethuar nga perandorit të mëdha, ne zgjodhëm të bashkohemi përtej dallimeve fetare. Nuk ishte mungesë besimi, por përkundrazi, një respekt i thellë për lirinë e besimit të secilit. Sot, kur bota ka më shumë nevojë se kurrë për shembuj tolerance, Shqipëria qëndron si një model i gjallë i bashkëjetesës paqësore. Nuk është rastësi, është trashëgimia jonë më e çmuar. Nëse ju pëlqeu ky diskutim, mos harroni të ndiqni kanalin ton për më shumë histori frymëzuese nga kultura jonë e pasur shqiptare.